Pas ka të bëjë me për Sosmrina, ka të bëjë me... Dëgjoj, kam bërë një ditë një bisedë me Mateo. Më tha, për nga s'ma shoh, për nga s'ma. Ishim gjithë gocat, për të thënë se ke qeftin partnerin bla bla. Më tha, partnerin tim, unë dua që kur të futemi në një restorant, të gjithë kthejnë kokën. Pastaj tha e bukura nuk është kryesorja. Një ditë tjetër tha, unë kisha qenë i dashur jot, ditën e dytë do të kisha bërë me dal nga këtu. A kupton, është shumë kontradiktor në atë që kërko. Hajde Mali se kemi temë interesante. Edhe është era ime e parë që mund të bëj temë interesante me Malin. Edhe? High five zina ku. Zina, s'ma shkallë. E shofim dorën kështu. Ke falë. Ja. Po ti Mali, si për një, do fillojmë nga pyetja e parë fare që ishte, çfarë, nëse do ishe vajzë për një ditë, Mali është i transmetim. Nëse do isha vajzë? Vajzë për një ditë, çfarë do kishe bërë? Do kisha lyp buzë. Çfarë ke më Gibro? Nuk kam ide. Gibro është të pa nga tani. Më gos për një ku ka gjë më të bukur. Kam ide. Gjë më të bukur nuk ka. Okej, pyetja e dytë, nëse do ishe kapsë dhe ç'është? Kitër. Ketër? Po. What would you do for love? A ke po ato chipmunks Po, janë? chipmunk. A ke po Po, Avenger? Alvin. Ai më ka shumë i qartë. Okej, what would you do for love? Për dashni? Po. Shak shaba vërdash. Nisë janë këto pyetje të pella valla. Ke shansin të kesh 2 bateritë e fundit. Bravo, bro. Bravo. Aja pyetja, aja përgjigja gjithçka. Votja. Çfarë do tha? Ai kishin herë dashura? Na është, jam i sigurt. Gimbo tha, dashuria është fiksim, dashuria e vërtet është thjesht e fiksuar. E mendon apo? Ja, Ja. s'ka lidhje. S'ka lidhje. Thjesht njeriu nëse dashuron më shumë se një herë në jetë, as dashurisë është një sende tjetër. Okej. Kishim pyetje tjetër? Se na sarrova gjë pa pas. Ne good thing. Ata që se ndashuru kur e kanë pak të vështirë me Me për jetë kuptu. Po patjetër. Jo, s'besoj. Përkundrazi, ato që Po ato që kanë dashur më shumë se një herë, Po. Po mendoj që ato që s'e dashuron një herë direkt e kuptojnë. kur bin dashuri. lloj afërsie, Po patjetër një pyetje tjetër me Iku. afërsie, mund të kuptoj. Po ato fytyrë s'ka rënd, po. Po nuk është një ndjenjë që nuk e di Se provon vetëm për jetë. Nifar. vetë Duhet ta jetosh që ta njohësh. e kupton, po s'mundesh me di Sa me interesante, po e disa po pëlqej biseda se jam unë me 4 çuna që i marr pyetje. Ej, qielli është as perfekt. Po, prandaj po rri këtu. Shumë është i mirë. Për shembull, ja, një gjë që më ka çuditë Mateo, se ja thea çunave ishte që një ditë që po bënin bisedë tha, unë do doja shumë që partnerja ime kur futet në një restorant gjitha kthejnë kokën. Me shefe, vllai madh konfirmon që është bisedë interesante. Pastaj tha, unë kisha qenë dashurill, tha, me këtë cilë që ke bërë ti këtu brenda. S'ka shans. Tha, do ta kisha toleruar. S'ka shans më. Kur, as kisha më ti, nuk do kishe guxuar, ti ishe dashurime të futesh këtu mrena. Fillimisht ke pranuar me fjet me i burr me krevat. Po. Totalisht e pa pranueshme, as për lojë, as për Big Brother, për asnjë lloj gjëje në botë. Kur? Do të Që ke para fare jemi punë kuqe, jo para lejmërim, Atë një është punë kuqe. sekond. Problemi i parë fare, se pas te është unë pas kam thënë Big Brother. Po. Si, trish ti pa mu, kaq larg, po ti si kaq gjatë, rrova ti single. edhe në praninë të meshkujve të tjerë, ja, s'bën. Nuk bën. Ja, për shembull, Mateo është tipologjia e mashkullit që unë do isha pushur në një jetë. Kuptoj çfarë do të thosh se Çfarë do ti do i marrësh që ta të bëj çfarë dush? Nuk po, mos kish kupton. Jo, më jo, po t'ja përgjigja, do i marrësh që ta të bëj çfarë dush.